në 19 mars 2018. Une personalisht me shpetimin edhe me një tjetër të Zvicrës, kena qenë të shtëpia e Sheh Rabis. Edhe folëm, qysh ta pyesim shehun, çka ta pyesim, më shkoi mendja se asaj kohe prap kishte një val të tillë, domethënë që deshin me degradu Sheh Abdullah Bukharin. Edhe i thash shehut se te ne disa awam flasin në internet se Sheh Abdullah Bukhari është nxënës dije dhe nuk është alim. Shehu Sheh Rabia tha, si mund që awami, njerëzit të thjesht, të gjykojnë për një dietar? Sheh Rabia thot për një dietar. Këtë gjonë e kam dëgjuar me vesh të mi. Është dëshmi para Allahut në ditën e gjykimit. Alim e ka thonë Sheh Abdullah Bukhari. Sheh Rabia për Sheh Abdullah Bukharin. Alim. Abdullah Bukhari është alim dhe ka libra. Gjithashtu është profesor në Universitetin Islamik. Çka duan ata ma shumë, por ata pas kësaj kanë qëllime të këqija. Sikur se njësoj. Pas kësaj, pas tyrve sulmeve, kanë qëllime të këqija. Sheh Rabia do thonë, deri në fund të jetës së tij, i ka rekomandu, edhe i sfidojnë prap. Shkoni te fëmijët e Sheh Rabis. Sheh Rabia ka vdek rahimullah. Fëmijët e Sheh Rabis janë të gjallë. Tash ai Omer ibn Rabia va kishe thy qafën haxhuristave. Sa ata të haxhurit kishin filluar me dal me gënjeshtra. Jo Sheh Rabia e ka dash haxhurin, jo Sheh Rabia ka dash me pas lidhje me haxhurin. Omer ibn Rabia, el Medkhali ja kishin nxjerr. Jo, baba im deri në fund jetës e ka pas këtë qëndrim të prerë kundër haxhurit. Pik. Edhe ju tash, nëse thoni jo, nuk ka rekomandu, ku e di, shkoni, fëmijët e Sheh Rabis janë të gjallë. Edhe pyeteni për Sheh Abdullah Bukharin. Pyeteni.